Përfaqësuesi i nismës Liria ka emër, Ismail Tasholli ka qenë i ftuar këtë javë në një emision televiziv, ku ka folur për protestën e paralajmëruar më 17 shkurt. Në intervistën e tij, Tasholli ka shprehur shqetësime lidhur me premisat politike të gjykatës speciale, duke theksuar se presioni publik është thelbësor në një demokraci liberale dhe ndikimi në të duhet të jetë pikërisht në këtë formë. Unë kam dyshime dhe frikë për premisat politike të gjykatës speciale. Presioni publik është shumë i rëndësishëm në një demokraci liberale, prandaj protestat duhet të shërbejnë për të mos e lejuar atë të kapërcej kufijtë e saj. Zëri qytetar është më i vlefshëm se çdo institucion që tenton të shkel dinjitetin. Kjo gjykatë mendoj e ofendon inteligjencën tonë, deklaroi ai. Sa i përket protestës së 17 shkurtit, ai tha se do të jetë një formë e shprehjes së vullnetit qytetar, kurse paralajmëroi një rekord të protestuesve në shesh. Protesta e 17 shkurtit do të jetë një lloj referendumi për të vendosur nëse duam të ikthejmë çlirimtarët në vendin tonë dhe ta ndalim padrejtësinë, apo ta lejojmë që të vazhdojë. Nëse ata po na therasin emrin, ne duhet t'u japim përgjigje. Besoj se kjo protestë do të mbledhë rreth 200.000 njerëz dhe do të jetë më e madhja që ka parë ndonjëherë vendi ynë, theksoi Tasholli.